Unë dole me falendëru fanshat e mi të mrekullueshëm për komentet e mira, si për këngë, si kur flas, dhe me të vërtet ju dua shumë. Sa i përket këtyne lëvizjes zdravo, ta si zakonisht jenë mësu me komentet pista, jenë mësu me shoh, nuk e vroj veshin, unë e këta si t'ja shoqërotin me njëherë i vllakoj. A fatë su japi, nuk e di 100.000, 200.000 e kom bon blok krejt. E fansave të mi nuk ju mungoj me kong, po edhe kur flas nuk gaboj, sepse kam një përvojë gjatë, i kom bo dhe 10 vjetë kam përjetu gjithë shka, i kam të kalu krejt sfidat. Dhe asnjëherë nuk ka mujt kush me mbleme pare. Pavarësisht që këta morat e lëvizjes më shkrujnë, jo ti milioner, jo t'ka pagu ky, jo t'ka paguaj. O pasha këtë natë santit me emra ma kof për mu, nuk e din Drenisa 1 cent se ka morë. Veç ka ka dhonë. Po ju e dini që ka e një fansat e mi që ata edhe nuk japin dho. Ty besi japin kuja dhe. Unë me kom që marë. Unë isha në Kosovë atje kësha jetu. Po jam në Sodi, dhe shëqër Zotit që kam Sodin se sa për Kosovë isha dekuni. Besani. Po këta nuk din që këta morin vetë, ta menojnë qësh janë vetë, janë krejt njerëzit. Unë si kom bon këto sene, as kongë si kom bon për dëshmore, as për slirimtare, as urrejtin që kam ndaj lëvizjes vetë vendose dhe liderit tyre, si kom bon për pare. Po i kom bon se s'ma dë shpirti. Një lider t'il, njerëzi që janë kunder ushtri shlirimtarët të Kosovës, njerëzi që janë kunder shlirimtarëve, njerëzit që në kundër pavarësisë dhe lirisë nuk i dua vlla, as si kom dasht kur. Prandaj e boj pa pagesë, si kur t'isha konë unë si ju, unë më t'isha bon me kurti. Psa këta së më kanë lutë mua, a besani që më kanë lutë shumë herë. Ndash deputet, ndash pare, ndash shpi, ndash gjë, nda shka dush veç hajde bono mëni, se këta e din që unë kam shumë fansa. Po që kam i bo ftyrës? Që kam i bo të një ftyrës, kur t'isha shkune me ta, unë i kësha bo 2 miliona. Po që kam i bo kësoj ftyrës, edhe qysh me dollë para juve tjerve, e me knu edhe me thonë dishka. Da më thonë se vaj. E këta menojnë qysh janë vetë, jam edhe unë. Ju e dini, kam pas sfida tërli fare, një jetë tërli sfida s'kom pas. Po tash së rami edhe këto sfidat, edhe më burgasen, edhe më akuzohen, edhe më kësnojnë që mi morë telefonin tem, mi këshyrë policia e Kosovës, që më kanë shkru këtat lëvizjes, qëtat Kurtevicit, mi morë këtë me allakot e mi arrestuve, mos vetë. 3 kamiona mushën aty, me qunë burgë. Po si dënën se këta, të e në langarecat së koqen. Pa ata morën mu për një fjallë, më fotën në burg. Pastaj shpenzime, avokat, pastaj, edhe nuk jam mëre, për më mbërgoz lopësh, ka më mbërgoz ti mu për fjallë. Mirë po shtetin e ka ndorë, edhe krejt aktivistat që janë, sidomos me hashimin, këta me mujt e rasin burg. E këta me mujt edhe hashimin, edhe kadrina dhe ata nuk i qojnë hiq marë. Po falë Zotit, generali Clark, Zotit e gëzoft ata, edhe dëshmin e fundit edhe hashimin e kadrinë, edhe ata tjetë shumë shpejt i kemi në Kosovë. Po ku dëni me bovenin, jo. A dëni me bovenin në Kosovë, zbesaj. Apo ikni me qef, apo dhe solon me ik heq. Se dohet me vujtjo denimet. Kush ka bon zeza ma shumë,
në Kosovë se që ta televizies. Arriti mja shpërla trunin një pjesë shumë të madhe të njerëzve. Me pralla. Jo me vepra, po me pralla. Dhe këta që i kanë kryt bosh, ta manë për që të guma që i mashin i kanë kryt, ta misi që të guma në kry, i besun. Nuk e di, këta e din që rrenaj, po unë mendoj që këta për i notit Hashimit, për i notit të ushtrisë ligjëtarë të Kosovës, edhe për i notit Drenicës, ta votojnë kush dhe qoftë. Edhe shka me konë. Pse? Sepse gjakun e kanë të përzime, vëlla. Mirë po, na kemi ditë dhe në të kohën, gjatë të kupimit, kër imi konë ushtria ligjëtarë të Kosovës, e një që ka tha generali Clark atje, që shkijet ju kanë tot ushtrisë ligjëtarë të Kosovës shumë, ushtria serbe. Dhe ditën më organizu, ditën mi hjek, se për neve ka qenë so përfusi Serbia në të kohë, edhe ju e besaj, kena mi hjek ka dale, në 12, 4, 13, mi ju qonë për burgje, edhe keni me vujt dënimet se që besa krimet që e keni bo jo ati veni, nuk i ka bo asë shka. Na e kemi dit për shkov jemi ru, dhe gjithmonë, po se kemi dit për shqiptarit, që është më ru për shqiptarit, ta flasin shqip. Nëse kemi dit që në mesin tonë, pas ka pas që ka shumë shpiona, udhbasha dhe njerë të shitun. Valaj, tepër në keni hip në qafë. Unë thash nuk kam kërfar pozite, unë jam rapsat, jam aktivist, edhe aktivist i popullit, i kombit, aktivist për kulturën shqiptare, jo aktivist që kur jo, dhe s'kam fusi, po nëse më afrojnë nëj post në herë, kur t'vje Hashimi, edhe me siguri ka për cilë postimet e mi, edhe im nje shumë mirë mu, nëse më afrojnë nëj post, që unë mëj me marrë dishka vendime, po ja vjapi besën e Zotit, që su del që ka të thëmë, që ta krye hjeku, që ta kanë me përfundu kretë në përburgje, nuk il shaj heqë. Kanë me vujt dënimet. Kër kom vujt unë për një fjallë, ta kanë me vujt dënimet shumë trona për veprat edhe për krimet që ja kanë bati veni. Unë ju përshëndes shumë, juve që ka jeni me Hashimin edhe me ushtrin që ligjëtarë të Kosovës, e juve tjerëve e thamë, tash veç këshoni mirë ku jeni edhe i keni shkelma të funit, gjuni dhe ka pak shkelma, se që besa funi ka ardhë, ma s'kini me egzistu ju në skenën politike, e që besa edhe me shkela tokë të Kosovës, të li farë qyre, të li farë morë më ardhë, e me kësy me guma jo, natën e mirë.